Imzot Joan Pelushit ju dha sot zyrtarisht shkopi baritor për besimtarët ortodoks të Shqipërisë. Qindra besimtar, krerë të klerit dhe dhjetra zyrtar të lartë të shtetit ndoqën nga afër të parën ceremoni të uljes së një kryepeshkopi shqiptar në fronin më të lartë të kishës ortodokse shqiptare. Familja, uniteti dhe të rinjt ishin 3 mesazhet e forta që Imzot Joani zgjodhi të japë në ditën e tij të fronëzimit. Kisha ortodokse mëson se një familje e shëndetshme ndërtohet mbi shenjtërinë e martesës si një doktrinë themelore e padiskutueshme dhe e patjetërsueshme. Kur flitet për fenë në Shqipëri, gjithmonë përmendet bashkëtesa fetare, e cila është një thesar i madh i vendit tonë. Por si çdo gjë, ashtu edhe bashkëtesa nuk është statike. Është detyra jonë sot dhe atyre që do të vinë që ta ruajmë e ta forcojmë vazhdimisht, sepse ashtu si çdo pasuri, ajo duhet mbrojtur, zhvilluar më tej për të mirën e të gjithëve. Duhet të inkurajojmë me dashuri dhe me urtësi, sidomos të rinjt, ta duan vendin e tyre e të mos e braktisin. Në këtë ngjarje të rëndësishme, morën pjesë edhe të tjera personalitete të larta shtetërore. Presidenti i Republikës Bajram Begaj i uroi sukses kryepeshkopit Joan. Lutem që Zoti t'ju japt forcë, mençuri dhe përulësi në këtë rrugëtim fisnik. Qofshi gjithmonë shembull i përkushtimit dhe i dashurisë për besimtarët dhe për të gjithë shoqërinë tonë. Të dielën kryepeshkopi do të mbajë në Katedralen Ngjallja e Krishtit shërbesën e parë si kryepeshkop tashmë i fronëzuar.